rreth 4-5 vjeçë dhe po qëndroja te shtëpia e kushurisë time në fshat. Më kishte zënë gjumin në koltukun e dhomës së ndenjës. Në mes të natës më del gjumi dhe përballë kisha një dritare të madhe. Si e përgjumur që isha, po shikoja drejt asaj por diçka më kapi syrin. Përballë meje, duke më parë, ishte një siluet burri me flokë të gjata dhe një kapele. Ngriva komplet sepse i ndjeva sytë e tij që më shihnin. Nga frika thjesht u çova nga koltuku dhe ika vrap te kushurira. Të nesërmen në mëngjes i tregova historinë kushuririt tim të madh dhe ai më sugjeroi të kontrollonim kamerat e sigurisë. Duke parë minut pas minute të gjithë natën, në dritare nuk u shfaq asnjëherë ndonjë çun me kapele. Që nga ajo frikë që përjetova si fëmijë, sa herë kaloi periudha stresi, përjetoj paraliza gjumi dhe ai përsëri shfaqet aty. Po këtë burri me kapele, unë kërkova dhe bile se kam thënë edhe te episodi atëherë, që është një ndër gjërat më normale që ti mund shikosh në paralizë gjumi, pra janë të shumë njerëzit. Po, dhe aq më tepër kur je fëmijë. Për shembull, siç është ajo hija e bardhë e asaj gruas, nuk e di etj ose personave se ti e ke parë i ditë më tepër, edhe burri me kapele, pse të ka dalë ty kjo? Po. Me vërtet, domethënë nuk është shumë informacion Google-i. Jo, shikoj, jo, unë nuk kam parë gjë në paralizë gjumit, në ëndër para se të zgjohesha dhe më ka paralizë gjumit, po.